Ministri i Punëve të Jashtme Glau Konjufca deklaroi se nëse një emër nga familja e herojit kombëtar Adem Jashari do të propozojë për president të Kosovës, kjo do të përbënte një konsensus automatik në shoqëri. Megjithatë, një kandidaturë nga familja Jashari nuk pritet të ndodhë. Murat Jashari, djali i Rifat Jasharit, në një prononcim për mediat në Kosovë ka refuzuar mundësinë për të marrë postin e presidentit. Ai ka theksuar se familja Jashari i takon gjithë shqiptarëve dhe nuk duhet të përfshihet në kalkulime politike të zakonshme. Sipas tij, një përgjegjësi e tillë do të mund të merrej parasysh vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, si në rast ndonjë lufte civile apo situate që kërkon unitet dhe sakrificë kombëtare, por jo në kushte normale politike. Me së qenit në pozita publike dhe profesionit që kam, si dhe pjesës së familjes që jam, unë i zgjedh këto të fundit. Partitë politike ose politika nëse e përkthej me gjuhën tonë të bukur shqipe, i bie menaxhimi i punëve publike. Pra ata që dalin në zgjedhje e kanë për obligim sepse marrin besimin dhe taksat e qytetarëve. Në politikë jemi për të menaxhuar këto dy gjëra dhe ata duhet të gjejnë zgjidhje për këtë punë sepse e kanë besimin dhe taksat e qytetarëve, shtoi Jashari. Kosova duhet ta zgjedhë presidentin e ri deri në 4 mars për të shmangur zgjedhje të tjera të parakohshme, pasi mandati të presidentes aktuale Vjosa Osmani i vjen fundi më 4 prill. Osmani aktualisht nuk duket se ka mbështetjen e mjaftueshme parlamentare për të rizgjedhur, ndërsa emra të tjerë potencial nuk janë zyrtarizuar, ndonse afati po afrohet.